Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do të flasim për pretendimet e ish-drejtorit të arsimit në Mitrovicë, Pajazit Hajzeri, për ndikimet, favorizimet dhe punësimet politike në komunën e Mitrovicës. Hajzeri, i cili është shkarkuar nga kryetari Bahtiri me 6 dhjetor 2016, ka pranuar të rrëfehet për të bëmet e komunës, përfshirë punësimin e mesës së kryekuvendarit Kadri Veseli, e po ashtu për tender e favorët të tjera për simpatizantët e përkrahasit e kreut të Mitrovicës Agim Bahtirit. Po e nisim me rrëfimin e drejtorit, i cili deri para disa javësh ishte pjesë e qeverisjes së Mitrovicës. Po me siguri që lidhje politike dhe mos pas familjare, lidhje politike po, se çdo rast që unë kam dashur me ndalu në shkolla, të drejtorët të shkollave, çdo shkelje që ata kanë dashur, që kanë bërë, që unë kam tentuar me ndalu, kryetari i komunës ka dalur në krah të drejtorit vetëm me ka marrë në partitë vet. Derisa kanë filluar ta bën një urë komunikimi mes drejtorëve të shkollave edhe kryetarit të komunës duhet të i kalu drejtorinë e arsimit. Interesante, çfarë thot drejtori për ndikimet politike në arsimin e Mitrovicës. Çështja shkon duke u rënduar kur në lojë futën familjarët e njerëzve të mëdhej. Siç na thot drejtori Hajzeri, komuna e Mitrovicës pa konkurs dhe pa dijenin e tij ka punësuar me kontratë mbi vepër vajzën e vllajt të Kadri Veselit. Fitore Veseli është punësuar si zyrtare administrative në shkollën Fazli Grajçevsi më 10 gusht të 2016. Rasti i Fitore Veselit, çka ka ndodhur? Emërimi i Fitore Veselit ka ardhur me vendim të kryetarit të komunës, një vendim i cili e mandaton këto për 3 muaj me shku me fillu punën, mirëpo Fitore Veseli s'ka qenë asnjëherë punëtore e arsimit. Mirëpo vendosja e Fitore Veseli, që nuk e njoh personalisht, as nuk e di kush është, sekretar shkollë në shkollën e Fazli Grajçevsit, ka qenë e papranueshme për mua. Po, ka qenë ligjore? Jo, nuk ka qenë ligjore, s'ka pas se qetë ligjore derisa nuk ka pas konkurs të hapur aty, se kërkesën për hapje të konkursit për sekretar të shkollës, për drejtorin e drejtoria e arsimit. Unë vetëm me kam njoftu kryetarin, i kam thonë që kryetari çka nuk është legjitime, nuk është ligjore. Nuk është në rregull. Edhe ka marrë rrugë? Një pagë ka dalë në shkollë atje. Ka marrë pagë pa punu? Po, si duket një po. Kush e ka mundësu këta? Këtë punë? Është vendimi i kryetarit është. Sipas Hajzerit, mesa e kryekuvendarit Veseli përveç se ishte punësuar pa konkurs, ajo kishte marrë pagën pa punuar fare në arsim. Në kohën kur ajo është punësuar, ekipi ynë ka kontrolluar nëse komuna e Mitrovicës kishte ndonjë konkurs publik për angazhimin e punonjësve me kontratë mbi vepër, ose punonjësve të rregullt. Rezultatet janë se nuk pati konkurs. Ekipi ynë ka tentuar të marrë sqarime nga Fitore Veseli për mënyrën se si është punësuar dhe pse ka marrë pagë pa punuar. Veseli nuk deshi të prononcohet para kamerës me arsyetimin se kjo është çështje e vogël dhe se nuk ja vlen as të diskutohet. Nuk është e vërtetë që unë jam punësuar se jam mbesa e Kadri Veselit. Edhe unë kam kryer shkollë për të punuar diku, e jo për të mbetur në shtëpi. Kur jam punësuar në shkollën Fazli Grajçevsi, i kam pasur disa probleme shëndetësore dhe nuk kam mundur ta vijoj punën. Unë nuk kam bërë asgjë të jashtëligjshme, sepse shkolla ka pasur nevojë dhe jam punësuar unë. Paga që e kam marrë nuk është ndonjë pagë e madhe, e kam marrë sepse kam punuar edhe në komunë edhe në muze. Pse jam punësuar pa konkurs në shkollën Fazli Grajçevsi, i kam plotësuar kushtet. Interesante. Siç shihet nga vendimet që ka siguruar drejtësia në Kosovë, komuna e Mitrovicës ishte kujdesur për një varg vendimesh të cilat i garantonin punësim Fitore Veselit. I pari i komunës Agim Bahtiri pranon se Fitore Veseli është mesa e Kadri Veselit dhe se e ka punësuar me vendimin e tij në shkollën e Shqipolit. Mirpo, nuk e ndërlidh rastin me kryeparlamentarin Kadri Veseli. Unë nuk merrna me Keni përmend do gjak diçka se di gjaqe. Ajo është diçka tjetër, ajo ka lidhje diçka këtë tjetër me këta. Ne kemi raportet mes me dhe Kadri Veselit ju dini se si janë, por absolut nuk lidhet, nuk duhet me ra viktim dikush pse Kadri Veseli ka thonë për mu diçka. Jo, s'ka ra viktim, është punësu krejt. Unë po them edhe herë, nuk duhet të jam ai i cili do t'i hakmarrë me dikujna. Jo, unë nuk jam njeri hakmarrës. Siç shihet nga dokumentacioni i siguruar nga drejtësia në Kosovë për angazhimin e Fitore Veselit, janë disa vendime.
Me datë 10 gusht, vendimi i kryetarit Bahtiri që fitore Veseli të caktohet ushtruese detyre zyrtare administrative në SHMU Fazli Grajqefsi në Shqipol të Mitrovicës. Nga aty, vije vendimi tjetër i kryetarit Bahtiri i datës 15 tetor 2016, që fitore Veseli të transferohet në vendin e punës zyrtare në Muzeun e Mitrovicës. 16 ditë më vonë, komuna kishte hapur konkurs për pranimin e një punëtori në muze. 2 muaj më vonë, më 28 dhjetor 2016, komuna njoftoi se punëtoria e punësuar është fitore Veseli. E kryetari Bahtiri, punësimin e mesës së Kadri Veselit e quan rastësi dhe thot se rasti është mbreti i botës. Kjo është Bjevni Veseli, nuk përdi se që ka. A është mesa e Kadri Veselit? Po, sigurisht është mesa e Kadri Veselit. Edhe mesa e Kadri Veselit ja ka marrë një pa komunës pa punu? Unë e kom emërua, për arsye se kom pas një kërkesë prej drejtoreshës që tash që është shkollë e madhe, e ka 1150 nxënës, dhe më ka ardhur një shkresë që të kemi sekretaren. Po pse bash mesa e Kadri Veselit kryetar? Unë asë që kom ditë që është mesa e Kadri Veselit, asë më ka interesu asë njëherë, po masa ne kom marrë veç që është mesa e Kadri Po Veselit. pse qilloj kjo, qilloj dikush tjetër? E po tash me ka herë qëre, shpesh thojnë pse, rasti është mbreti i botës. Të më thonë mesa e Kadri Veselit është punësu pse rasti është mbreti i botës. Po. Nagjie Kurti, drejtoresh e shkollës Fazli Grajqefsi në Shqipol të Mitrovicës, thot se fitore Veseli në vendin e punës ka qëndruar vetëm 2 orë dhe është shokuar kur e ka parë në listën e pagave. Fitore Veseli ka figuru në listën e pagave, mirë po megjithatë për çdo gjë më tepër ju mund ta pyesni drejtorinë e arsimit, ata e kanë pru, pa më njoftu mu, edhe po ashtu prapë kanë largu pa njoftimin tim. A ka ardhur në punë? Po ka ardhur, mas që ka marrë një pa ka ardhur. Sa ka ardhur Kemi në punë? pas një takim një orë e gjys, jo më tepër. Edhe nuk ka fillu me punu? Asnjë ditë. Pa lidhet kjo diçka që kjo ish mesa e Kadri Veselit? Unë nuk e dija. Për ato hulumtani jo. Mu vetëm që kam ka brej pse mundet një njeri me ardhë me marrë të holla pa asnjë ditë punë, kjo është e pa logjikshme për mu, e pa falshme për mu. Korone me gjithë këtë ngarkesë, me gjithë këto punë, unë o dash më marrë edhe me punë të administratorit, nuk është lehtë me menaxhue edhe si drejtor, po dhe si administrator gjithë të nxënës, gjithë këtë kolektiv, edhe dikush me marrë pare pa punu, edhe kjo po më ke mendosur. Ish drejtori i arsimit në Mitrovicë Pajazet Hajzeri ka vendosur të rrëfej për transferet dhe format të cilat u përdorën nga komuna e Mitrovicës për t'i hapur rrugë punësimit të vajzës së vëllait të kryekumvendarit Kadri Veseli. I kontaktuar nga ekipi ynë, kabineti i kryetarit Veseli nuk ka dhënë ndonjë përgjigje në këtë çështje, ndërsa fitore Veseli ka folur vetëm për një bisedë në telefon, pa pranuar të flasë para kamerës. Ish drejtori Hajzeri rrëfen se përveç fitore Veseli që është paguar pa punuar, ka dhe raste të tjera. Sipas tij, është edhe Ardita Morina, gruaja e gazetarit të portalit veriu.info, e cila për disa muaj është paguar pas përfundimit të kontratës me qerdhen e Mitrovicës. Shkarkimi im, pothuajse të gjitha kanë marrë se gjoja se prej një shkrimi që ka dalë prej një portali veriu.info, që ai pas ka gjetë shkelje që kanë në të favorizu grupin time, që nuk ka qenë e vërtet as pak. Mirë po, unë me rastin e punësimit tim në drejtorinë e arsimit, unë kam gjetë një kontratë të skaduar të gruas së këtij gazetari, që është Ardita Morina, gruaja tina, është Ardita Morina, e cila ka qenë e punësuar në qerdhen e qytetit. Mas pare ka pas një rekomandim për punësim si zyrtare për raportet statistika dhe ndërlidhje me donatorët, ndërsa kontrata jo ka bë si mësuese mbështetëse për gjuhë angleze, të punoj një mësuese mbështetëse për gjuhë angleze me moshën e fëmijëve prej 0 deri në 3 vjet ose prej 3 deri në 5 vjet, është paradoksale. Kontrata e saj ka qenë valide prej 1 shkurti 2015 deri me 30 qershor 2015, ndërsa pas emërimit tim dikon muajin tetor, nëntor, nuk e di në cilën muaj e kam marrë veshën që kjo të marr pagë. Pa kontratë, unë e kom largu prej listës pagave, kom qitë 0-0. Pa e ke njoftu kryetarin Bahtirin këtë rast? Po e kom njoftu, edhe kom tregu.
edhe me thonë drejtën ka rezistu që unë ta largoj prej listës pagave komplet. Unë s'kam mujt me largu prej listës pagave sepse ka marrë pagë prej administratës në komunë, nuk ka marrë pagë prej qerdhës, po ka marrë prej administratës në komunë, do me thonë prej... Dhe sa mujt ka marrë pagë pa kontratë? Me 30 qershori ka skadu kontrata. Tash a kom largu në mujnë tetor nëntor nuk më kujtohet, po masi që jam emëruar kur e kom gjetë, që është të marrë pagë, unë e kom qitur në listë pagave 00, që ajo mund të verifikohet shumë lehtë në listat pagave të komunës. Ekipi ynë e ka pyetur nëpërmjet emailit zonjën Ardita Morina, por ajo nuk ka kthyer përgjigje për pretendimet e drejtorit. Gjithashtu, bashkëshorti i saj, gazetari i portalit Veriu.info Gazmend Morina, nuk ka dashur të prononcohet rreth kësaj çështje. Përderisa Hajzeri po pretendon se ishte Bahtiri, ai që mundsoi favorizimin e gruas së gazetarit, kryetari po thotë se nuk e ka ditur se zonja Morina është paguar pa kontratë. Kryetar, gruaja e Gazmend Morinës. Drejtori po thotë që 5 mujdit ose 4 ka marrë rrogë pa kontratë. Unë për këtë nuk kam njohuri, për arsye se s'është në kompetencat e kryetarit të qytetit se kush merr pagë, kush s'marr pagë, janë mira vetë që marrin pagë për komune, pavarësisht se kush ka qenë. Pavarësisht se kush ka qenë, drejtori të jap llogari për to, për arsye se kryetari nuk mundet mira vetë me i përcjell se kush merr pagë, kush s'merr pagë. Ish drejtori po thotë që kryetari Bahtiri ka lidhje të mira me këtë gazetarin e Veriut.info. Unë kam lidhje të mira me të gjithë gazetarët që kanë në Republikën e Kosovës. Ish drejtori i arsimit në Mitrovic rrëfeu për punësimet e 2 personave, punësime këto të cilat sipas tij ndodhen në kundërshtim me ligjin. Ai thotë se keqpërdorimet në DKA nuk ishin vetëm në punësime. Sipas drejtorit, në shkollën e mesme të mjekësisë Byfeja e shkollës pak kurfar konkursi ju ka dhënë shfrytëzim me qira mujore prej 150 eurosh në muaj dhe pak kurfar shpenzime të tjera Shkodran Berishës, djalit të ish asamblejisit të AKR-s në Mitrovic, Agem Berisha. Na kena fillu mësimin me vonesë në shkollën e re, shkollën e mjekësisë, edhe ende hala nuk është bë pranimi teknik i shkollës mjekësisë. Ky ka arritë edhe ka bën një marrëveshje për hapjen e bifes me një person, një Shkodran Berisha, është shfrytëzuesi lokale, domethënë ka lëshu aset të komunës, hapësirë të komunës, me një qira prej 150 euro, edhe ku në këtë kontratë që ka bë vetë drejtori i shkollës, në 4 thotë që përveç që 150 euro që kam i paguar personi që shfrytëzon lokalin e shkollës, të gjitha obligimet tjera i merr shkolla, edhe ujin, edhe mbeturinat, edhe rrymen, edhe hapësirën, edhe të gjitha domethënë i merr shkolla. Edhe gjatë kohës kur nuk ka nxënës aty, kë nuk është i obliguar me pagu shkollës kurrë ky personi. Është bërë kjo kontratë pa ndjeninë e drejtorisë arsimit, pa pëlqim tonin, as që kemi ditë kurrë, vetëm kur kemi marrë vesh se u hap kontrata. Drejtori i shkollës së mjekësisë Gani Rama pranon se shkolla kur vendosi për byfen nuk e pyeti drejtorinë e arsimit. Mirë po thotë se nuk e ka ditur që Shkodrani është djali i aktivistit të AKR-s, parti kjo që drejtori Rama ju bashkua së fundmi. Pse s'keni shpallë të nder, kush është ky shfrytëzuesi i bifes? Shiqa, shfrytëzuesi i bifes, ona me ta thonë drejten nuk e kum njoft, edhe nuk e di me ta thonë drejten tek tash e di, se na Mitrovica nuk është ndaj kryeqytet që ka milionshë, por faktikisht është një njeri me ta thonë një djalë i ri fakultet të kryum. Baba i këtyre djemve që e kanë byfen, a është në AKR? Unë se kom ditë që është në AKR, edhe kur kontakt me të s'kum pas. Pa është tash, ajde. E tash unë e di që është. Kush është ai? Unë tash e di që është një Agim Berisha, që faktikisht unë përpara s'kum pas kontakt me to, edhe se kom ditë kush është as raporte me to, diçka me ta thon familjare, nuk kam absolutikisht. Drejtor, a jeni edhe ju pjesë e AKR-s tash sfundi? Po, i qëre, faktikisht sot jemi sot pjesë e AKR-s, por unë nuk kam qenë në strukturat e AKR-s. E Shkodran Berisha po tregon se biznesin e hapi 1 muaj para se të fillonte punën në byfe. Ai pretendon se partia nuk i ndihmoi asgjë. Mirë po nuk jep sqarime se si e kuptoi se shkolla po hapte byfe. Zotni Berisha, ju jeni shfrytëzuesi i këtij lokali. A më tregon çysh e keni marrë shfrytëzim? Po, mas pare para se me marrë lokalin, e kom punu një punë tjetër, jam interesu për byfen me marrë vetë. Mas interesimit kom marrë këtë në drejtori, me disa shokë kom këqyra dhe në drejtori të arsimit të aprish punë e qka. Kena ardhë këtu, kena vetë për kushtet që do të mi ofruna dhe kështu që e kena marrë. A ka pas të nder kur ju e keni marrë byfen?
Jo. Pse? Arsyeja nuk e di, na i kena ofru veç kushtet domethënë. Na shtatë që jena punë më të mirë, apo nuk e di. A jeni edhe në AKR? Jo. Baba ju? Jo. Çka punon në AKR? Por A u pjesë e AKR-s? Prindi ju, që në kohë të kotë nuk është pjesë e AKR-s. A ka qeni ku? Ka qenë dikur. Ku qëllut bashkë jo që jeni AKR me marrë befeni ju dikush tjetër? Nuk e di, unë jam interesu vetë personalisht, jo mendimin në diku tjetër, e ku marrë vetë. Ka na i farë konfliktit interesit mes babës tanë dhe kryetarit Batiri? Nuk ma merr mendja, se arsye është se unë vetë personalisht e ku marrë dhe i kom vetë për kushtet edhe i na merr vesh. Kush të kallëzoj ty që ka më hapë befejat? Befeja qysh ka më hapë? Unë nuk e kom pati idenë që ka më hapë befeja, tregoj drejtën. Kom shku disa beza në shkollë teknike si kom bo, edhe kom po që është befeja teknikës, shkollës mesme teknikës, masane unë ka ardhe ideja për shkollë mesme të mjekësisë. Firmen për me hapë befen, kur e ke hapë? E kom hapë një muj ditë ndoshta para se me marrë befen. A ma veç një muj? Po. Kryetari Batiri thotë se nuk e ka ditur se familja aktivistit të AKR-s u favorizua nga shkolla e mjekësisë. Ai po premton se do e mbyll bifen dhe do kërkoj që aty të hapet një tender për shfrytëzimin e saj. Unë nuk e di se a më duket se nuk është problem i drejtorit, po është problem i këshillit prindëror e cilët bjen vendime. Po pse bash djali i Agim Berishës, cili ka qenë aktivist? Tani të aktivista janë të mjaftueshëm edhe të partive tjera, por kjo ka ndodhur, por asnjëherë në asnjë formë me mendimin tim. A keni me kërku me u hap tender para dyfe? Sigurisht po. Kur kom ndodhur kjo punë? Kom kërkuar dhe është proces duke shkuar. Agim Berisha nuk deshi të prononcohet para kamerës për mundësinë që kryetari Batiri ta ketë favorizuar djalin e tij. Ai ekipi toni tha se nuk ka pasur kurfar ndikimi dhe sot është vetëm një antar i thjeshtë i AKR-s. Familja Berisha nuk është ndalur me kaq Fjolla Berisha, e cila është reja e Agim Berishës, i cili përpost se ka qenë asamblejist i AKR-s, është punonës i kompani siguria, është punësuar si edukatore në shkollën Nonda Bulka. Mo vetëm ka thirrë drejtori i shkollës, më ka thonë që unë mora një mësimdhënëse për parafillor. Më ka thonë drejtori i shkollës që more, kam thonë drejtori nuk i drejt me bën një gjë të tillë. Nëse ty duhet edukatore, ti bjerë me shkrim na ta sjellëm edukatoren ty. Drejtori nuk ka pranuar një gjë të tillë, edhe ka met në heshtje kjo punë, të drejtën deri një muj masane kur ai e ka pru me fut listë paga. Kur ka pru me fut listë paga, unë kam pyet, "A ende kjo do të mban zonca tu?" Tha po, tha, "Do të më shtin listë paga." Thash, "Ja, nuk është e mundshme një gjë të tillë me bë." Ka marrë një mësuese e cila është marrë me konkurs, e cila ka pasur vetëm një grup të nxënësve në shkollën Shemse Ahmeti, edhe një grup në Nonda Bul, me bë plotësim norma saj, është vendimi i nxjerrën për këtë gjë dhe kam thonë kja vjen ti mban zonca tu sepse është e marrë me konkurs. Drejtori nuk e ka liu me një shkollë atë mësuese. Po ashtu reja Agim Berishës, drejtori po thotë që 4 muaj ditë ka punu pa konkurs edhe nuk e ka lënë mësuese me shkuën në Nonda Bulka. Unë nuk e kom ditë për këtë, jam njoftuar prej drejtorit të shkollës, i cili ardhë tek unë, është i radhës së PDK-s, dhe më kanë njoftuar se drejtori po dënë mi prua dikon me dhunë aty, dhe ai e ka marrë atë vajzë për me dhënë mësim, por asë një cent nuk u pagu për to, asë një vendim nuk u lëshu për to. Latif Hajrizi, drejtori i shkollës Nonda Bulka, marrjen e edukatores pa konkurs po arsyeton me neglizhencën e drejtorit Hajzeri. Është fjala për edukatoren Fjolla Berisha. Kjo ka punuar me këto grupe. Filloi dikon në një muaj ditë nuk jam dëgjuar fare me drejtorinë arsimit. Edhe dikon pas një muaj e gjymës me 19 tetor ka qenë, kur erdhi një vajzë që kishte caktuar drejtoria e arsimit. Tha, unë e kam kështu, thash po mirë, thash, ne shikojmë, po është i punu, ne kemi edukatore, kemi bota, është edukatore, është i punu me këta.
Fjolla Berisha, gruaja e djalit të Agim Berishës, kishte filluar punë si edukatore në Nonda Bulka, pasi që kishte thirrur drejtori i shkollës dhe pa ju nështruar konkursit të rregullt. Ajo e mohon se vjehri i saj Agimi, aktivist i AKR-s, ka pasur ndikim në këtë proces. Unë kam punuar 4 muaj pa pagesë sepse më ka thirrur drejtori i shkollës duke mos dashur që nxënësit parashkollor të humbin mësimin, pasi që drejtoria nuk i ka bërë zgjidhje. Kjo është e vërteta dhe vjerri im Agim Berisha nuk ka pasur kurfar ndikimi, sepse sikur të kishte ndikim, unë do të punsohesha moti. E punësimi i Berishës i ka pamundsuar edukatores tjetër Vlora Bajrami, e cila ishte punësuar sipas konkursit të rregullt të vazhdonte punën. Në muajin shtator unë jam pranuar në shkollën e Shupkovcit dhe në një shkollë tjetër në Zasell, dhe atje ka qenë vetëm një nxënës dhe nuk ka mundur ta plotësoj normën. Dhe në atë rast, drejtoria e arsimit më ka dërguar në shkollën Nonda Bulka, që ta plotësoj normën, dhe kur kam shkuar aty, drejtori i shkollës më ka thënë se ai e ka marrë një punëtore tjetër, pasi që drejtoria e arsimit nuk i ka bërë zgjidhje. Ish drejtori i arsimit në Mitrovic, Pajazit Hajzeri, rrëfeu për shumë punësime në DKA dhe favorizime në komunën e Mitrovicës. Por, kur hulumtuesit tanë gjurmuan më fell, panë se drejtori nuk e ka lënë keq as për veti. Ai ka vendosur t'ja plotësoj normën bashkëshortës së tij Arberina Hajzeri. Për këtë çështje, ai po merr kritikën nga drejtori i shkollës, i cili së fundmi i është bashkangjitur partisë së kryetarit Bahtiri. Shkolla mjekësisë, çdo herë kjo ka qenë edhe me pedagog më parë. Por rrethonat kanë ndikuar si kjo shkollë se ka pas pedagogin. Unë e kam bërë kërkesën për pedagog, edhe faktikisht ai ka pru gruan e vet, edhe që unë konsideroj që gjithë keqës ka pas këtë drejtim, mirë po, mënyra se... Po, ka mujtë me konë dikush tjetër? Ka mujtë, absolutikisht. Absolutikisht ka mujtë, çdo kush ka drejt, ka mujtë, konkursi është publik edhe ka drejt. Në një përgjigje me shkrim, Arberina Hajzeri ka mohuar që burri i saj ndikoi që ajo të punësohet. Ajo ka sqaruar se punësimi i saj lidhet me plotësimin e normës. Unë jam punësuar në arsim në vitin 2009 dhe kohën e fundit kam qenë duke punuar me gjysmë norme. Në kohën sa burri im ka qenë drejtor, drejtoria e arsimit më ka thënë që ta plotësoj normën, edhe në shkollën e mjekësisë, pasi që kjo shkollë ka kërkuar pedagog. E vërteta e grusime është se gruaja ime punon qysh me 1 shtator 2009 në punëson arsim. Në shkollën e mjekësisë ka qenë një plotësim norme, ose një plotësim edhe një shkollë tjetër me pedagog që ka mungu, sepse na kena mungesë të pedagogëve në për shkollat Mitrovicës shumë. Kena 7 pedagogë në krejt shkollat e qytetit. Po, ka mujtë me shku dikush tjetër dhe jo gruaja juaj? Shkolla ku ka punu gruaja ime dhe shkolla e Qërëm Qabej kanë pas numrin e njëjtë. Do ta emërojmë ose njërin ose tjetrin pedagogë me 2 shkolla të punoj në këtë rast, derisa na të krijojmë kushte për me mujtë me marr pedagog të ri. A ka shkelje ligjore? Jo, nuk ka shkelje ligjore, është e drejtë e punëdhënësit, sistemimi e punëtorëve të arsimit mbrana sistemit, ata që kanë mbrana sistemit marrën. E kryetari Bahtiri thot se drejtorin Hajzeri e ka shkarkuar për shkak të keqpërdorimeve që ai bëri në drejtorinë e arsimit, dhe me Hajzerin do merren organet e hetuesisë. Gruaja tina ka qenë në shkollën në Shqipal, e cila e ka 1150 nxënës, dhe tajet ka kaluar për 8 orë edhe në shkollën e mjekësisë. Pastaj, aje ka bo që 16 orë të ketë në shkollën e mjekësisë, për arsye se është një pak me nalt, dhe 4 orë i ka metë në atë pjesën atje. Është e kundërlidhshme dhe se tillë duhet të kthehet në vendin ku ka qenë. Pse shkarkove drejtorin e arsimit? Ish drejtorin tash, Pajazit Hajzeri. Drejtorin e arsimit e kam shkarkuar për shkak të sjelljeve të tina jo korrekte, edhe me punën e tina të ka bërë që sot merret hetuesia me to, janë për mi 10 relancë që janë duke u shqyrtuar. Akuza dhe kundër akuza shkojnë edhe më lart për regjistrimin e nxënësve në shkollën e mesme të mjekësisë në Mitrovic, Xheladin Deda. Hajzeri po e akuzon rënd drejtorin e kësaj shkolle, Rama, për të i kalim të numrit të nxënësve dhe rritjen e paraleleve. Edhe përveç kësajna, ka pas numrin e kufizum, ka pas numrin e lejuar sa lejohet me ligj me marrë me konkurs, prej 28 nxënësve që saj ka pas në të lejuar për me pranu, ka rrit numrin e nxënësve në shkollën e mjekësisë sot është në
44 nxënësa nëpër klasë. Nëpër çdo klasë, përveç që ka bënë paralele më tepër, ka bë edhe rritjen e numrit të nxënësve te i masë, që nuk ka udhëzim administrativ që e lejon një gjatë tillë. Regjistrimi i nxënësve. Pse është rrit numri i nxënësve të regjistruar? 252 nxënës i kam pas me kriter, i kam me kriter konkursit që i kam marrë me kriter të rregullt. Dhe me 24 tetit është përfunduar. Çdo gjë është në rregull. Edhe faktikisht, edhe ai nxënës që ka qenë në një vit për shkak një poeni, që kolegi tina ka qenë më i mirë, po më thënë, edhe ai ka pasur kriter. Ja kena mësuar që edhe aty në tjenë, edhe ata janë nxënës shkëlqyshëm, edhe aty në ja kena mësuar që edhe ata janë pjesë e kësaj shkolle. Kryeprokurori i Prokurisë Themelore të Mitrovicës, Shoqëri Sylla, konfirmoi se ndaj Gani Ramës ka një kallëzim penal për keqpërdorим të detyrës zyrtare, i cili është në pritje të marrës nga një prokuror. Nga ajo që pam në komunën që udhëhiqet nga Agim Bahtiri, kryetarit që premtoi 5.000 euro për denoncuesit e korrupsionit, ishte po ai që krijoi favore për mbesën e kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe njerëzit të tjerë të lidhur me partinë e tij Aleanca Kosova e Re. U mbetet organeve të ndjekjes të hetojnë këto pretendime. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com, mund tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri të premten ardhshme nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkeni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa Bas 27. Po të njoftoj se kena formu pi kontroli këtu të sheshja Gjezeta. Pa mund të shkupa të në qëferi lijen qarkullimit? Shkja pranë vetë. Pa bashkë, po të njoftojmë se në pike në kontrolë të ta Gjizeka, e kemi ndalu një vetur, Hyundai me numër targave. Edhe në atë vetur e kemi gjetë një revolje. Ka përstu barda. Alfa Baz 27. Alfa Baz, po të njoftoj se automjeti Barc që bën të reqen e veturave e ka tërhek veturën Hyundai në numër targave. Nësa nepe përfundojmë pikën e kontrolit edhe jemi në drejtim stacionit me kompletu rastin. Sot me datën 24/6/2015, me pikë kontrolit kemi qenë të shtëpia mamave në rrugën Eliot Engel. Aty kemi ndalu një vetur në të cilën ngiste një person, dhe pas kontrollimit përkohshëm për siguri, te i njëjti kemi gjetur një revolje me 15 fishek. Personi i dyshimt është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit mbetet në lokalet e mbajtjes stacionit policor.